Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar sot koalicionin e 25 partive politike për Shqipërinë madhështore që do të kandidojë në zgjedhjet e 11 majit. Ajo që ra në sy që në ditën e parë të këtij koalicioni ka qenë bërja bashkë e PD-s së shpëtimit Drizit dhe PPD-s Evangel Dulës. Në të gjitha zgjedhjet e mëparshme, këto dy forca politike nuk kanë qenë asnjëherë në të njëjtin koalicion, madje pozicionimi i njërës në njërin krah ka bërë që tjetri të shkojë në koalicionin kundërshtar. Sot pritej që Idrizi dhe Dule të ishin bashkë në radhën e parë në krah të Berishës, por kreu i PD-s ka munguar. I pyetur nga mediat, Idrizi tha se nuk ishte i pranishëm për shkak se ndodhej për një aktivitet jashtë vendit. Ndërkohë, teksa prezantoi koalicionin ditën e sotme, Berisha deklaroi se ai përfaqëson elitat politike. Nga ana tjetër, Berisha nuk la pa sulmuar kundërshtarin e tij. Kreu i Partisë Demokratike tha se opozita vjen këtë herë me një projekt që Shqipëria nuk e ka njohur kurrë më parë, ndërsa socialistët nga ana tjetër vinë me zhaba, zhapik dhe bretkosa. Berisha etiketon kryeministrin Rama si argat të presidentit serb, teksa bëri thirrje për të shpëtuar Shqipërinë nga rreziku antikombëtar.